Mazhoranca dhe opozita janë ende shumë larg konsensusit për dy reforma, territoriale dhe zgjedhore. Socialistët bën një hap pas në kërkim të dakordësisë, duke ofruar demokratëve shumicën në komisionin që do të ndërhyjë në ligjin zgjedhor. Nëse opozita do ta propozojë këtë zyrtarisht në konferencë kryetarëve, kam gatishmërinë, e kam diskutuar, kam marrë dhe plot fuqishmërinë nga grupi parlamentar nëse doni, për ta negociuar dhe për ta pranuar. Nuk mund të ketë reformë zgjedhore pa praninë e Odirit. Mazhoranca siguron se tradita nuk prishet për reformën territoriale, por Sali Berisha nuk heq dorë nga vijat e tij të kuqe. Komisioni i posaçëm të reformës administrative territoriale, tradita ka qenë që shumicën e ka grupi më i madh parlamentar dhe drejtohet me kryetar dhe zëvendës kryetar. Dhe këtu ne kemi një kusht të panegociueshëm praninë e përfaqësuesve të Kongresit të autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Evropës. Patatja e nxehtë mes palëve duket se nuk janë reformat, por zgjedhja e avokatit të ri të popullit. Mazhorancës duket se i është sosur durimi dhe deri për Krishtlindje, me sigurinë që i ofrojnë 83 kartonët e saj, parashikon të zgjedh pasardhësin e rinj Ballacës që vijon të qëndrojë në detyrë për tej mandatit. Tani më nuk e kanë më as mbajtjen peng të këtij procesi, sepse nëse opozita nuk do dojë të bëhet pjesë, ne jemi detyruar që t'japim Shqipërisë avokatin e ri të popullit. Sali Berisha ka në mendje emrat e tij dhe shpreson që të votohet Besim Drejgjoni. Ky është Edi Rama i pangopur, do të ketë çdo pushtet në duart e tij. Por të jeti sigurt se s'do na imponoj kur të votojmë kandidat që nuk meritojnë. Në pritje të konferencës së kryetarëve për të parë nëse demokratët ndryshojnë qasje, kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla lajmëroi se mazhoranca ka gati amendamentet për projekt ligjin e shumë debatuar për barazinë gjinore.